Mirëmëngjesit të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Prokuroria e Shtetit ka ngritur akuzën për sulmin në Iberlepens ndaj 3 dyshuarve të nacionalitetit serb. Në akuzën e prokurorisë së Shtetit ndaj tyre të cilën e ka siguruar ATK, thuhet se Jovan Vicetjević, i cili akuzohet për kryrje të veprës terroriste në kanalin e Iberlepensit, e ka pranuar para institucioneve të shtetit se 120 persona nga veriu i Kosovës kanë marrë pjesë në një trajnim 9 ditor ushtarak në vendin ku bëri stërvitje grupi që kreu sulmin terrorist në Banjsk. Ndaj Jovan Vicentjević rëndon edhe akuza për spionazh, pasi që prokuroria si provë ka siguruar kartelën e inteligjencës ushtarake. Në hetimin e rastit të sulmit në Iberlepens mori pjesë edhe FBI, e cila identifikoi 3 të dyshuarit përmes dheut që u gjet në çizmet e tyre. Kryeministri në detyr Albin Kurti ka lavdruar institucionet e drejtësisë për hetimin dhe ngritjen e akuzës kundër 3 serbëve për sulmin terrorist në kanalin e Iberlepensit. Kurti ka thënë se procesi gjyqësor do të dëshmojë se të akuzuarit ishin pjesë e strukturave ilegale të Serbisë, të lidhur ngushtë me mikun e Vučićit, terroristin Milan Radojčić, dhe struktura tjera shtetërore të Serbisë. Ndërkohë, presidenti serb Aleksandar Vučić ka propozuar që të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor të antarësohen së bashku në Bashkimin Evropian. Këtë ide ai prezantoi gjatë një darke pune në Bruksel me krerët e institucioneve evropiane. Propozimi i Vučićit vjen në një moment kur Shqipëria dhe Mali e Zi konsiderohen më afër antarësimit, me pritje që të bëjnë hapa vendimtar deri në fund të dekadës. Në deklarimin e tij, Vučić ka thënë se antarësimi i përbashkët do të shmangte probleme të reja kufitare dhe politike në rajon, duke përmendur Kosovën dhe Bosnjë e Hercegovinën. Reagimi i parë kritik erdhi nga kryeministri malazez Milojko Spajić, i cili përmes rrjeteve sociale ka thënë se sipas kësaj logjike Mali i Zi do duhej të priste që vendet e tjera të plotësonin kushtet për antarësim. Zyrtarët evropian nuk kanë komentuar idenë e Vučićit, por i kërkuan Serbisë që të harmonizojë politikën e sanksioneve me Bashkimin Evropian dhe të përmirësojë situatën e sundimit të ligjit dhe lirisë medjave. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk i ka certifikuar kandidatët për deputet nga lista serbe, pasi për certifikimin e listës me 33 emra të këtij subjekti politik serb votuan vetëm 4 antar, 2 ishin kundër e 6 të tjerë abstenuan. Ndërkohë, KQZ ka certifikuar kandidatët për deputet të 23 subjekteve politike, prej të cilave 17 parti politike, 3 koalicione, 2 iniciativa qytetare dhe 1 kandidat të pavarur. Numri i përgjithshëm i kandidatëve që përfaqësojnë këto subjekte politike është 1146 kandidatë. Democracy Plus dhe Western Foundation for Democracy sot bëjnë publikimin e raportit Kostoja e politikës në Kosovë, një studim që analizon shpenzimet e kandidatëve për deputetët gjatë zgjedhjeve nacionale të vitit 2025 dhe ndikimin e tyre në konkurrencën politike, barazinë e mundësive dhe integritetin zgjedhor. Kategoritë e dala nga lufta UÇK-s ka njoftuar se protesta paralajmëruar më 13 dhjetor në Shkup është paqësore, qytetare dhe gjithëpërfshirëse, organizuar në mbrojtje të dinjitetit dhe në kundërshtim të padrejtësive në Hag. Deklaratat e kryeministrit Mickoski për formimin e një shtabi krize vetëm sa krijojnë tensione të panevojshme dhe përpiqen të paraqesin një tubim demokratik si rrezik, thuhet në njoftim. OVL UÇK-s ka siguruar qytetarët dhe të gjithë pjesëmarrësit se protesta është organizuar në koordinim të plotë, është e qetë, nuk ka prapavi partijake.
Ndërkohë, Kryeministri i Maqedonisë Veriut Hristian Mickoski deklaroi se qeveria në Shkup nuk e ka mbështetur protestën e së shtunës në sheshin Skënderbeu. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Ne takohemi sërish në orën 9. Bashkë mirupafshim.